Në Parti Socialiste është Piro Dhima, një prurje e re në Partin Socialiste, djali Gjirokastrës dhe i minoritetit Dropullit, që bashkë me familjen e vetë vendosi të kthehen nga emigracioni për të ndërtuar në fushën e turizmit dhe të hotelerisë disa nga modelet më të suksesshme në këtë sektor, praktikisht në atë të mikpritjes Gjirokastrite dhe Dropullit e bashkë. I bashkohet Partisë Socialiste pas një dilemë si rruga e vetme të cilën e kam provuar vetë dhe që jep garancim për zhvillimin e komunitetit, por edhe të vendit. Kandidatura e tretë është Shoqëri Hysi. Është një tjetër kandidat që vjen nga platforma e deputetit që duam. Profesor në Universitetin e Qrem Çabej të Gjirokastrës, me kontribute në fushën e mësimdhënies dhe të studimeve historike. Një djalë nga Memaliaj, që përvojën e vetë e vendos pas një dilemë në shërbim të kauzës së Partisë Socialiste, si forca e vetme progresiste për projektin Shqipëria 2030. Në fund, po jo për nga rëndësia. Tërmet Peçi, ndoshta është deputeti që të gjithë do donim ta kishim në skuadrën fituese, prandaj jam shumë krenare që drejtuesin e pa konkurrueshëm të Bashkisë së Tepelenës, që e ka kthyer në një vatër të agroturizmit dhe turizmit natyror, fituesin serial të shumë betejave tona elektorale, ta kem në krah, në ballë të garës elektorale të 11 majit për një fitore të padiskutueshme të Partisë Socialiste, jo vetëm në qarkun e Gjirokastrës, po të gjithë Shqipërisë. Bashkë me mua, këto janë 5 kandidaturat e listës së Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës që do të garojmë të sigurt drejt fitores. Faleminderit.